Vëllezërit e mi, a keni vënë re që nga i herë kur na smuhet dikush njeri i afërt ose njeri që e njohim, fillon na preket zemra dhe shpirti, mundet edhe lutojmë. Dhe fillojmë themi subhanallahu el-azim me personin, me këtë njeri, pra me robin tim, vllai, motra, bashortja ose bashorti për bashortët, fëmia, nëna, baba. Themi si nuk kam mundësi të kisha kalu edhe i qik më shumë kohë, t'isha edhe më i mirë me dajën tim, me gjajën tim, me hallën time, me tezën time, me nipin tim. Se nuk i kam dhënë hakun, nuk i kam kushtuar vëmendjen aq sa duhet, mund kisha bëu edhe më shumë. O Zot, ktheje o Allah, jepi shëndet o Allah, që të kem mundësi ti përkushtohem dhe këtë mirësi që e kam pas që se kam vlerësu, o Allah, ta rikuperoj. Pse na ndodh neve kjo? Na ndodh o vëllezër dhe motra sepse të gjithë neve nuk kemi dhënë maksimumin për njëri tjetrin. Neve kemi shumë më tepër mundësi të bëjmë për njëri tjetrin. Kemi shumë më tepër mundësi të japim mirësi dhe të falim mirësi. Po nuk e kemi dhënë mirësinë aq sa duhet. Qoftë raportin me Allahun, qoftë raportin me njerëzit. E ditën që fillojmë i humbim mundësitë, hikën ditët, hikën vitet, aty e kupton njeriu dhe ai i mençuri, me i mençuri thot subhanallahu, të kisha bëu edhe më tepër. Edhe i qan zemra dhe shpirti. Sepse ka edhe nga ata që erdhin këtë jetë e hiku, hyri nga njëra derë, doli nga dera tjetër, e nuk thithi dhe nuk kuptoi asgjë. Pse erdhi dhe pse hiku subhanallahu.